Kurban Bajrami, Bujar Spahi uron besimtarët të thellojmë lidhjen me krijuesin dhe njëri tjetrin. Zoti udhëzoft njerëzimin drejt paqes dhe mëshirës. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahi, u shpreh urimet më të përzemërta për të gjithë shqiptarët me rastin e festës së Kurban Bajramit. Në një mesazh paqe, bashkimi dhe shpresë në këto ditë të begata, ai ka bërë thirrje që të kthejmë syt nga të varfrit dhe nga ata që kanë më pak. Të nderuar motra dhe vëllezër, me rastin e festës së Kurban Bajramit ju përcjell urimet e mia më të përzemërta për shëndet, paqe dhe mëshirë në familjet tuaja. Kurbani nuk është thjesht një akt simbolik, por një shprehje përkushtimi dhe bindjes së njerëzve ndaj krijuesit të gjithësisë. Ai lidhet drejt për drejt me një prej tregimeve më madhështore të shpalljes hyjnore në Kuranin famlar, historinë e pejgamberit Ibrahim alayhi salam dhe sakrificës së tij sublime për të çuar në vend premtimin e dhënë. Kurani na mëson se te Zoti nuk arrin as mishi as gjaku. Pra, nuk është ky qëllimi i kurbanit, por devotshmëria dhe qëllimi i pastër i zemrës. Le të jenë kjo festë një mundësi për të thelluar lidhjen tonë me krijuesin, për të forcuar lidhjet me njëri tjetrin dhe për të ndarë me ata që kanë më pak. Le të mos harrojmë të varfrit, fqinjët dhe të afërmit, siç na mëson tradita profetike, sepse vetëm përmes ndarjes dhe solidaritetit shfaqim vlerat më të larta të fesë tonë. Në emrin tim dhe komunitetit musliman të Shqipërisë, ju uroj nga zemra gëzuar Kurban Bajramin. Zoti e bekoft popullin ton dhe udhëzoft njerëzimin drejt paqes dhe mëshirës, shprehet ai.